Përveç muajit tetor, edhe prilli ka qenë një ndër muajt e ndërgjegjësimit të femrave në Gjirokastër për të kryer mamografin. Mjeku Ermir Mahila ju shpreh se gjatë gjithë muajit prill kanë kryer kontrollin rreth 60 gra, ku 2 raste kanë qenë me patologji shoqëruese. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë vendosi që përveç muajit tetor edhe muajin prill ta kthej përqarkun e Gjirokastrës në muajin e depistimit për kancerin e gjirit. Aktualisht, deri në këto momente që po flasim, që ka kaluar muaj prill, në spitalin tonë janë paraqitur rreth 60 gra nëna, të cilat kanë marrë shërbimin tonë. Nga këto 60 raste, të cilat është një numër i vogël disi, 2 rastet kanë qenë me patologji shoqëruese. Ideja kryesore qëndron në faktin që këto të dyja gratë janë drejtuar pranë spitalit onkologjik në Tiranë për të vazhduar me ekzaminimet e mëtejshme në mënyrë që shërbimi të jetë i plot edhe besoj janë drejt trajtimit të mëtejshëm. Mahila ndër të tjera theksoi se çdo grua duhet të bëjë vetë kontrollin e gjirit dhe të kryejë mamografin për të diagnostikuar sa më herët dhe për të marrë mjekimin e duhur. Unë i bëj në thirrje të gjithë grave dhe nënave të qarkut Gjirokastrës, domethënë të gjitha rrethave kryesisht përmet TPL-n Gjirokastër, të paraqiten pranë institucionit ton në mënyrë që shërbimin që kanë të shtrirë gjatë gjithë vitin të mundohen të realizojnë. Kryesisht e kemi ulur edhe diçka moshën e paraqitjes, domethënë rreth 35 vjeç, 40 vjeç edhe deri në moshën 60 e lartë. Çdo femër duhet të ndërgjegjësohet jo vetëm në tetor, që është muaji i kancerit të gjirit, por gjatë gjithë vitit.